Ja ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist. Po to që keni besu. Jeni parimor që për herë t'jeni kanë drejtësisë. Për herë të gjykoni drejt. Thot wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Kur mos ju bëj armësia ju me një popull që t'jeni të padrejt ndaj tyre. E keni mos pajtim, e keni keq kuptim, e keni situatë përplasje me dikë, edhe vjen një moment që ai ka drejt dhe ti s'ki drejt. Allahu po porosit edhe në këtë rast, nëse ai ka drejt. Fakti që ti e keni armiqësi me ta, mos më të bë me dal pi parimit të drejtësisë. Thot Allah subhanahu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Thot jeni drejt se kjo më afër devotshmërisë. Thot nuk është ideja e devotshmërisë fen Allah subhanahu taala ide që ka të bëjë vetëm me adhurimet. Nuk është fe që ka të bëjë vetëm me aspektin shpirtëror dhe besimor. Allah subhanahu wa taala në këtë ajet për shembull takvallukun devotshmërinë për kushtimin ndaj Allahut po e lidh me parimin e drejtësisë. Do thotë nëse ti je i drejtë, madje edhe në situatë ku përballë teje është domethënë një armik i yti, ose me dikani i cilin tu ka prish reni i bisedës ai muhabetit, domethënë për herë ti e ke parimin e drejtësisë, edhe nëse kundër vetvetes, edhe nëse kundër prindërve, edhe nëse do thotë kundër të afërmve. Madje Allah subhanahu wa taala kur do më kallëzu këtë përcaktim të këtë prani kaq domethënë madhështore dhe absolute të drejtësisë në çdo pjesë të fesë, na tregon se edhe përcaktimet e njerëzve në raport me Allah, në raport me besimin e tyre në Allah subhanahu wa taala, saktësisht njerëzve të dishëm, pikërisht janë përcaktime të bazuara në drejtësi. Do thotë një njeri dishëm, kur është i drejtë, s'ka qysh me përfundu ndryshe vetë se domethënë të besimi. Nuk mundet me përfundu dikë tjetër. Domethënë drejtësia, dija dhe drejtësia kanë me qut do mos kanë me qut të besimin në Allah subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allahu ka dëshmuar se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Po jo vetëm Allahu, kanë dëshmuar edhe engjujt, po edhe dietarët cilët e thojnë drejtën, cilët domethënë e jetësojnë parimin e drejtësisë. Do thotë i dishëm, po edhe do thotë parimor të parimi i drejtësisë,